Edicioni 9 i Mik Festival ka qelur si pari në Korçë duke sjellë për 4 ditë me radhë një program të pasur artistik që ndërthur muzikën klasike, jazzin, baletin, serenatat, homazhet për figurat e shquara të kulturës shqiptare dhe zbulimin e vendeve me vlera historike dhe shpirtërore. Në drejtimin artistik të sopranos me fam botërore, Imva Mula, festivali vijon të ruajë traditën e tij, por edhe të sjellë çdo vit risi që e bëjnë Mikun, një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore të verës në Shqipëri. Në ceremoninë e hapjes, Imva Mula prezantoi programin e këtij edicioni, duke cilësuar festivalin si një buqet koncertesh dhe artistësh, e cila çdo vit pasurohet me ngjyra të reja artistike. Mik është gjithmonë një buqet e bukur, buqet me koncerte, buqet me artistë mrekullueshëm që vijnë nga gjithë bota. Do të thoja që të kalosh nga një edicion në një edicion tjetër, sidomos kur ke bërë një edicion të bukur, gjithmonë i vën vetes për qëllim që çfarë do sjell që ta mbaj këtë publik gjithmonë me kërshëri. Dhe pikërisht donim që ta fillonim si vjet, se s'e kemi filluar asnjëherë, me një muzikë jazz manush, që është një muzikë shumë e bukur e panjohur, jazz i viteve 30, jazz francez i viteve 30. Edhe jam shumë e lumtur që neve ta hapim edhe një dritare drejt kësaj gjinie, e cila jam e bindur që do pëlqejë shumë nga publiku. Pas koncertit hapës, festivali vijon me një mbrëmje të veçantë në teatrin Andon Zako Çajupi, kushtuar 2 figurave më të rëndësishme të artit dhe kulturës shqiptare, Viktor Gjikës dhe Teodor Laços, të dy me origjinë nga Korça. Për të kaluar nesër në teatr me një koncert omazh, gjithmonë me bitë e Korçës, që unë i kam shumë për zemër dhe them sa më shumë të kërkosh në Korçë, aq më shumë vlera janë të cilat neve duhet, kemi për detyrë që t'i nxjerrim dhe t'i kujtojmë gjithmonë. Atëherë bëhet fjalë për Viktor Gjikën edhe për Teodor Laçon, 2 figura të mëdha të artit letrar dhe artit kinematografik, me një mbrëmje omazh, një mbrëmje të mrekullueshëm. Gërshetohen këto 2 personazh, të dy kanë qenë shok, kanë qenë miq, kanë lindur në Korçë dhe kanë pasur një rrugtim, kanë pasur edhe domethënë bashkëpunim të tyre, po do t'i trajtojmë edhe si 2 individ veç dhe si 2 shok të cilët kanë bashkëpunuar edhe në kinematografi. Me artistë të mrekullueshëm, kemi Ina Laçon, kemi Laura Lozin, kemi Igli Tugën, kemi korin e mrekullueshëm të mjestres Suzana Turku e të tjerë. Një tjetër risi e këtij edicioni do të jetë spektakli Moonlight Gala, i cili do të zhvillohet në fushën e Drenovës, duke bashkuar natyrën me artin dhe interpretimin e yjeve të baletit shqiptar dhe ndërkombëtar. Bëhen shumë artistë, do thoja, pasi ne nuk i numërojmë asnjëherë, nuk i numërojmë me numra, po i numërojmë me vepra. Për të dalë në një natë që nuk e kemi bërë asnjëherë, një natë që kemi quajtur Moonlight Gala, pse kemi quajtur kështu, pasi sa herë që shkojmë atje në fushën e Drenovës, mua më bën përshtypje që si ka mundësi një vend që duket gjatë ditës asnjë gjë, natën bëhet një magji. Pse? Se bën artit e magjishme dhe bën dhe natyra e mrekullueshme. Dhe kështu ndërrova vitin e kaluar, ndërrova një natë në hën të bukur të qellit të Drenovës me yjet e baletit. Dhe them që do jetë një natë spektakël, një natë e paruar, kam mbledhur yjet e baletit shqiptar dhe ndërkombëtar dhe besoj që dhe publiku do t'i çmojë shumë. Festivali do të mbyllet të dielën me 2 aktivitete që synojnë të ndërthurin trashëgiminë shpirtërore me traditën muzikore korçare, duke çuar publikun në një tjetër destinacion të panjohur dhe duke përfunduar me serenatat në Parkun Rinia. Për të kaluar në ditën e fundit të dielën, ne për herë të parë shkojmë në një vend që s'kemi qenë orçisht, që s'kemi qenë asnjëherë, do zbulojmë është më shumë se një kishë, është një kult i cili është për të zbuluar, dhe kemi një kor i cili vjen nga Greqia, për herë të parë kor bizantin, për ta mbaruar në darkë Parku Rinia me serenatat, me gjërat më të bukura, me serenatat që nuk janë luetur ndonjëherë, që t'i këndojmë bashkë me publikun. Kjo është buqeta jonë për Mikun e 9. Risia e këtij viti me tingujt e jazz manush, një zhanër i njohur në Europë, por që prezantohet për herë të parë në këtë formë në Mik Festival. Muzikantët pjesëmarrës shprehën emocionet për performancën në Korçë. Ndihem vërtet shumë mirë. Mendoj se Korça është një qytet i këndshëm dhe jam vërtet i lumtur që ndodhem këtu me 2 miqtë e mi nga Kosova.
Është edhe hera ime e parë në Shqipëri gjithashtu, dhe është gjithmonë kënaqësi për mua sepse jam gjysmë shqiptar dhe gjysmë francez. Imat vjen nga Kosova, kështu që është gjithmonë kënaqësi të jesh në Shqipëri e në Kosovë. Do të jetë Gypsy Jazz. Unë luaj në kontrabas me mikun tim. Në të kaluarën kam luajtur me shumë muzikantë të njohur të këtij stili, me violinë dhe kitar, dhe sonte do të jetë një gërshetim i jazzit francez dhe atij gypsy. Do të ketë edhe materiale nga Django Reinhardt. Për kitaristin Armend Xhaferi, pjesëmarrja në Korçë është një eksperiencë e veçantë ndërsa ai vlerëson qytetin si një vend që ka lidhje të natyrshme me frymën e këtij zhanri muzikor. Po me gitarë mirëm ka shumë vite, por në Korçë nuk kam qenë kurrë dhe jam shumë i nderuar që pata rastin dhe mulla rasti të jem këtu me miqtë e mi dhe kolegët e mi dhe të prezantoj një stil të ri të jazzit, i cili nuk është shumë i njohur në publikun e zgjuar. Ne muzicianët e kemi ditë dhe e di që kolegët e mi në Shqipëri këtu e din çfarë është Gypsy Jazzi dhe kur ka filluar, por nuk më kujtohet që dikush ka pas tentativë ta luaj. Kurse unë me këtë stil luaj në Evropë, shpesh në për festivale të ndryshme, kryesisht me Xavierin, me kontrabasistin, i cili do flas me siguri më vonë me ju, dhe me disa kolegë tjerë që janë mjeshtër të mbaj të këtij stilit, jazz manouche, siç quhet në frëngjisht. Korça jep atë ndjesinë e një qyteti të vjetër që të ofron shumë, të ofron qytetërim të lashtë, të ofron mikpritje të veçantë, edukat dhe mirësjellje. Lidhja është aty sepse sikurse edhe serenatat, edhe jazz manouche është një zhanër shumë i vjetër që lindi në fillimin e viteve 1900, në fillimin të shekullit të kaluar. Dhe nëse nuk kam informat të gabueshëm, edhe serenatat atëherë ishin shfaqur në Itali në asaj kohe. Dhe nga Italia, nëse nuk gaboj, migruan edhe në Korçë. Serenatat dhe po në gjuhën e bukur tonë shqipe. Publiku besnik i festivalit e konsideron mikun një mundësi të rrallë për të zbuluar jo vetëm muzikë të mirë, por edhe trashëgimin kulturore e turistike të rajonit të Korçës. Unë kam ardhur nga Tirana sot, po në fakt jetoj në Paris që prej 36 vjetësh, edhe di ekzistencën e festivalit mik që prej fillimit faktikisht. Nuk kam pasur mundësi që të vi për vit, po mund të jetë hera e 4 ose 5 që vi. Është një eveniment i jashtëzakonshëm, programimi që bën Inva dhe ekipi i saj për vit është shumë interesant, jo vetëm për nga përbërja e programit, por edhe vendeve që zbulohen. Për shembull, dhe është rasti për njerëzit për të zbuluar fshatrat rreth Korçës, edhe vende kulturore, kisha, vende të tjera të njohura që ne nuk i njohim faktikisht. Më shumë e kemi zbuluar Shqipërinë nëpërmjet këtyre evenimenteve këto vitet e fundit, me thënë drejtën. Atëre, programi është gjithmonë i larmishëm dhe më pëlqen që ka një përzierje të stileve, qoftë muzikës klasike, të këngëtarëve lirik, edhe këto përkujtimoret që po bëhen. Për shembull, vjetu bë një përkujtimore për këngëtarin tenorin e njohur nga Qoçako, si vjet mesapashës për Viktor Gjikën, i cili gjithashtu është me origjinë nga Korça, sepse diçka e lidh personin me Korçën dhe për Teodor Laçon. Dhe vjen shumë mirë që të përzihen edhe zhanret muzikore, por edhe zbulimi i personaliteteve që kanë lidhje me rrethin e Korçës. Me një program që shtrihet në disa prej hapësirave më të veçanta të Korçës dhe zonave përreth, Mik Festival rikthehet edhe këtë vit si një festë e artit dhe kulturës, duke sjellë artistë shqiptarë ndërkombëtar, zhanre të ndryshme muzikore dhe një ftesë për publikun që të përjetojë jo vetëm koncerte, por edhe historinë, traditën, si dhe identitetin kulturor të qytetit.